Bibla e djallit. Shumë pak tekste të shenjta kanë ekzistuar ndonjëherë me asociacione dhe konotacione kaq të fuqishme të liga sa Codex Gigas, e njohur gjithashtu si Bibla e djallit, i quajtur kështu për shkak të ilustrimit 50 cm të gjatë të djallit, i cili zë një faqe të tërë brenda. Në mënyrë interesante, djalli me 4 gjuhë ulet përgjatë përshkrimit të mbretërisë së parajsës, duke sugjeruar se artisti kishte një interes në dikotominë e së mirës dhe së keqes. I famshëm për madhësinë e tij të pazakontë si dhe ilustrimet e shumta të ndërlikuara, Bibla e djallit është një dorëshkrim i shekullit të 13 nga Bohemia, në atë që tani është pjesë e Republikës Çeke. Codex Gigas fjalë për fjalë do të thotë libër gjigant dhe mban titullin e dorëshkrimit më të madh të ilustruar mesjetar që ekziston, me gjatësi 92 cm dhe trashësi rreth 22 cm, i lidhur me lëkurë dhe metal. Faqet e tij tregojnë detaje dhe saktësi të jashtëzakonshme që përmbajnë të gjithë Biblën latine. Dhe nuk ka tekste të tjera historike dhe fetare, dhe më shqetësuesja përmban udhëzime për ritualet e egzorcizmit dhe formula magjike. Thuhet se Codex është krijuar me qëllimin për të ruajtur të gjitha njohuritë e botës në një libër të vetëm, dhe disa nga përmbajtjet i kanë hutuar historianët edhe sot e kësaj dite. Ndërsa qëndrueshmëria dhe uniformiteti i tij sugjeruan se mund të jetë një vepër e një shkrimtari të vetmuar, një historian sugjeron se ka shumë të ngjarë të jetë krijuar për një periudhë shumë të gjatë kohore, pasi riprodhimi vetëm i teksteve pas një nga ilustrimet e ndërlikuara do të kërkonte më shumë se 25 vite shkrime pa pushim. Nëse do të ishte bërë nga një njeri, siç e sugjeron nënshkrimi, ka të ngjarë të kishte marrë një jetë të tërë. Ndoshta më magjepsëse se madhësia e librit megjithatë është legjenda e errët që rrethon krijuesin e tij. Thuhet se shkrimtari ishte një murg që kishte thyer zotimet e tij dhe për këtë arsye u dënua të ishte në sintoni brenda një muri derisa të ishte gjallë, një dënim i njohur. Nga frika e ndëshkimit të tij, murgu premtoi të krijonte një tekst që do të përfshinte të gjitha njohuritë njerëzore në hapësirën e një nate të vetme. Teksa mesnata afrohej, ai kuptoi se nuk mund të përfundonte detyrën e vetëm, kështu që thirri Luciferin dhe shkëmbeu shpirtin e tij për përfundimin e dorëshkrimit. Murgu inkorporoi ilustrimin e famshëm të djallit nga mirënjohja dhe në mëngjes ju fal jeta. Një tjetër legjendë magjepsëse që rrethon kodeksin përpiqet të shpjegojë pse 10 faqe mungojnë në mënyrë misterioze prej tij. Mallkimi i Biblës së djallit, siç njihet nga historia, përshkruan se si libri u shit nga manastiri gjatë kohëve të vështira dhe përfundoi në duart e perandorit romak, i cili u magjeps gjithnjë e më shumë me Codex Gigas. Magjepsja e tij u shndërrua në paranojë, e cila rezultoi në rrëzimin e tij nga familja e vet. Libri përfundoi në Stockholm me bibliotekën mbretërore, ku në vitin 1697 shpërtheu një zjarr. Bibliotekari urdhëroi që librat të hidheshin nga dritaret për t'i mbrojtur dhe pikërisht gjatë hedhjes nga dritarja e bibliotekës, 10 faqe u shkëputën nga kodeksi. Megjithatë, historianët dhe studiuesit sugjerojnë se faqet janë ngrisur qëllimisht dhe mund të ekzistojnë ende në një koleksion privat diku. Bibla e djallit tani ndodhet në bibliotekën kombëtare të Suedisë dhe ekspertët shpresojnë se një ditë ajo mund të ribashkohet me faqet që mungojnë. Pasqyra e obsidianit. Nga viti 1558 deri në vitet 1570, një burr i quajtur John Dee ishte përgjegjës për këshillimin e mbretëreshës Elizabeth të parë të Anglisë dhe metodat e tij përfshin një kombinim të pazakontë të shkencës, matematikës, astrologjisë dhe hamendjes. Eksentricitetet e John Dee u zhvilluan me kalimin e kohës dhe ai u magjeps me okultizmin, madje duke u përpjekur të komunikonte me engjëjt përmes përdorimit të instrumenteve. Ai gjithashtu filloi të mbledh objekte mistike si kristale, relike dhe pasqyra. Një objekt i tillë është pasqyra e famshme e obsidianit. Forma e pasqyrës shpirtërore është e bërë nga qelçje vulkanik shumë i lëmuar. Në shumë kultura të ndryshme anë mban botës, pasqyrat shpirtërore besohet se janë një mënyrë për të komunikuar me botën shpirtërore. Në përpjekjet e tij për të mbledhur imazhet e ëngjëve në pasqyrë, John Dee punoi me një ndërmjetës kriminal të quajtur Edward Kelly, i cili pretendonte se ishte në gjendje të shite shpirtrat dhe të shndërronte metalet bazë në ar. U mbajtën seanca të shumta duke përdorur pasqyrën, shumë prej të cilave ishin të dokumentuara. Sidoqoftë, origjina e vërtetë e këtij artefakti mbeti e panjohur për shumë vite dhe askush nuk e di saktësisht se si John mundi ta zotëronte atë. Vetëm në vitin 2021, studiuesit publikuan gjetjen e një hetimi mbi burimin e pasqyrës. Duke analizuar përbërjen kimike të pasqyrës me rreze X, përcaktuan se ajo ishte me origjinë meksikane dhe e lidhur ngushtë me 2 pasqyra të tjera të njohura shpirtërore azteke. Aztekët besonin se obsidiani kishte veti shëruese, medicinale dhe shpirtërore dhe ishte një mall shumë i vlerësuar. Pasqyrat e obsidianit u krijuan për aftësinë e tyre të pretenduar për të kapur shpirtin e personit dhe një numër prej tyre u dërguan në Evropë nga pushtuesit spanjoll.
Duket e mundshme që John, në udhëtimet e tij, kërkoi një pasqyrë obsidiane, pasi kishte dëgjuar për vetitë e tyre të fuqishme okulte. Sot, pasqyra e obsidianit e John Dee është ekspozuar në Muzeun Britanik në Londër. Gjurmët e djajve. Të ngulitura në shkëmbim vulkanik të ngurtësuar, këto gjurmë misterioze në dukjesit njeriut u shfaqën papritur në shpatet e vulkanit Roccamonfina, pranë Italisë, në fund të shekullit të 18. Një shi i rrëmbyeshëm kishte goditur peizazhin dhe kishte lëvizur tonelata shkëmbinj vulkanik. Rrëshqitja e dheut gjeneroi një valë katastrofike ujë dhe hiri. Shkatrimi dukej se ishte një shkallë apokaliptike. Vendasit, në një gjendje frike dhe mosbesimi, u ndeshën me një shteg gjurmësh që të çonin larg për tek zemra e vulkanit. Përfundimi ishte befasues dhe i frikshëm. Vetëm djalli vet mund kishte krijuar një rrugë të tillë. Kush tjetër mund të guxonte të shkelte në ferrin e zjarrt të lavës së shkrir ose të lërë gjurmë të tilla të pagabueshme në faqen e ngurtësuar të shkëmbit të fortë. Edhe pse ka 3 gjurmë të dallueshme këmbësh, si dhe disa gjurmë duarsh, gjurmët e djallit u besuan vërtet nga shumë njerëz që të kenë qenë shenja e djallit në sipërfaqen e tokës. Ky mbeti shpjegimi mbizotrues deri në vitin 2022, kur arkeologët ekzaminuan gjurmët dhe konfirmuan se ato ishin bërë nga humanoidi 2 këmbësh rreth 350.000 vjet më parë, duke i bërë ato gjurmët më të vjetra të njerëzve jashtë Afrikës në atë kohë. 3 individët që bën këto gjurmë besohet se kanë qenë paraardhës të neandertalëve, me shumë gjasa duke ikur nga vulkani. Duket se gjurmët mbetën teksa 3 njerëzit u përpoqën të shpëtonin nga shpërthimi dhe se hiri vulkanik pasoi, duke shërbyer për të ruajtur gjurmët e tyre të bëra me nxitim. Shtigjet e tyre në formë zëje sugjerojnë që ata përdorën një metodë kthimi për të zbritur në shpatin e pierrët të rrezikshëm, duke ndihmuar veten me duart e tyre aty ku ishte nevojshme. Për shkak të madhësisë së gjurmëve, është sugjeruar gjithashtu se individët mund të kenë qenë fëmijë. Një studiues nga Universiteti i Padovas tha: "Këto gjurmë na japin një pasqyrë unike në aktivitetet e disa prej evropianëve më të hershëm të njohur." Është e arsyeshme të konkludohet se këta njerëz në fakt kanë qenë dëshmitar të shpërthimit. Megjithatë, ne nuk mund ta dimë nëse ata arritën të shpëtonin rrjedhës së lavës që rezultoi. Arsyeja e tyre për të qenë në grykën e një vulkani do të mbetet gjithmonë një mister. Por kurioziteti i lindur i njerëzimit duket një shpjegim po aq i mundshëm sa çdo tjetër.